është një dilemë që kur është krijuar njerëzimi, pra që gjithmonë kemi pas në mendje një drejtësi perfekte, drejtësi hyjnore, shumicën e qytetërimit, pra shumicën e kohës qytetërimit, pastaj edhe drejtësia moderne. Dhe sigurisht që çfarë do lloj reforme që të bëhet, patjetër që në zbatim do ketë probleme dhe nuk ka as reformë të bërë qoftë në letër, nuk ka reformë perfekte. Por më tepër në zbatim, që gjatë zbatimit sigurisht që çdo lloj reforme sado e mirë të jetë, do has probleme të natyrave të ndryshme. Por ajo që mund të them tani, me thënë të drejtën, për të qenë sinqert, ajo që është projektuar me reformën në drejtësi, qëllimet që ka pas reformën në drejtësi, nuk janë ato çfarë ne shohim çdo ditë në sallat e gjyqjeve, në sistemin e drejtësisë, në qeverisjen e drejtësisë dhe në komunikimin apo në, le të themi, marrëdhënien që kanë institucionet që kanë përgjegjësi mbi drejtësinë. Dhe unë mendoj, dhe kam bërë edhe një shkrim për këtë gjë, që mendoj që para se të themi që ka dështuar reformën në drejtësi me të cilën ne presupozojmë akte ligjore dhe akte kushtetuese të cilat e kanë bërë bazën për drejtësinë e re, unë them që ka dështuar ekzekutimin e reformës, pra zbatimi i saj. Mendoj që si gjykatat, si prokuroria, si institucionet që e qeverisin drejtësinë, nuk janë në ushtrim të detyrës tyre sipas parashikimit kushtetues. Pra ka një ngërç jashtëzakonshëm, të thoja unë, në kontrollin e brendshëm së pari sistemit, pra sistemi i drejtësisë pikë së pari duhet vetë kontrollohet, pra shkallët gjyqësorë pikërisht këtë bëjnë, pra kontrollojnë vendimarrjet e gjykatave më të ulta dhe gjykatat kontrollojnë vendimarrjen e prokurorëve. Kjo kompetencë kushtetuese nuk po ushtrohet siç duhet dhe ky kontroll i brendshëm nuk po realizohet. Madje ka vendime që janë vendime korporatiste, vendime që përpiqen më shumë se sa për të dhënë drejtësi për të mbyllur probleme që dalin nga vendimarrjet gjyqësore. Edhe kjo është një anë e medaljes, ana tjetër e medaljes pastaj janë institucionet e qeverisjes gjyqësore që duken si dorëzuara dhe që nuk e ushtrojnë me përgjegjësinë që kushtetuta ju ka dhënë detyrën e tyre. Pra si inspektori i lartë i drejtësisë, që unë nuk di realisht se çfarë ai institucion bën, si KLP, si KLG nuk janë në nivelin e lartë të përgjegjësisë që kushtetuta ju ka dhënë, pra bëjnë veprime burokratike, kryejnë funksione burokratike, por nuk futen themel të problematikave që ka sistemi i drejtësisë dhe nuk merren me gjithë këtë situatë si nga pikpamja e standardeve, por edhe nga pikpamja e backlogut, pra e dosjeve të grumbulluara, të cilat nuk po japin zgjidhje, nuk po jep zgjidhje askush, që sigurisht përgjegjësinë e parë e kanë institucionet e qeverisjes gjyqësore. Por mos harruar që edhe vetë parlamenti nuk po ushtron funksionin që kushtetuta i ka dhënë, sepse parlamenti ka funksionin fundor, pra kur sistemi është një ngërç të madh, një bllokim të madh në një korporatizëm që nuk po thyhet, atëherë sigurisht që duhet ndërhyjë pushteti legjislativ, i cili në fund ditësh është përfaqësuesi drejt për drejt i sovranit popullit. Parlamenti ndërhyn nëpërmjet mekanizmeve që i ka përcaktuar kushtetuta, duke marrë informacionin e duhur, duke bërë që institucionet të japin informacionin e duhur dhe duke kërkuar veprim nga institucionet e parashikuara nga ligji, që janë KLP-ja, KLG-ja, edhe në rast se nuk ka reagim, patjetër pastaj parashikohen ndërhyrje nga inspektori i lartë i drejtësisë dhe nga vetë parlamenti, pra në rast se nuk ushtrohen detyrat apo nuk realizohen produktet për të cilët kushtetuta ka parashikuar si përgjegjësi kryesore këtu institucionet, patjetër që pastaj duhet të jetë parlamenti që ndërhyjë qoftë edhe me ndërhyrje ligjore, edhe qoftë edhe me ndërhyrje kushtetuese, kur është e nevojshme, pavarësisht se këto janë, le të themi, janë zgjidhje të jashtëzakonshme, nuk janë zgjidhje normale, sepse as kushtetuta as ligjet nuk prodhojnë domosdoshmërisht produkt, siç po rezulton. Pra ligjet u ndryshuan, kushtetuta u ndryshua, por siç duket nuk mjafton për të sjellë ato produkte për të cilat reforma u bë. Pra duhet dhe përgjegjësi institucionale, duhet dhe kontrolli brendshëm gjyqësor, duhet që gjithë mekanizmat funksionojnë në harmoni në mënyrë që vijë ai produkt për cilin ti bëre pyetjen duke thënë si është ajo që menduam me ato që në fakt po shohim.
është rasti i parë që drejtësia e re, le të themi, dhe kur them drejtësia e re, kam fjalën tu përfshi dhe prokurorinë, pavarësisht se jo domosdoshmërisht prokuroria konsiderohet si pjesë e institucionit të drejtësisë, sepse drejtësinë e bëjnë gjykatat, por ka pas këtë lloj tendence prokuroria posaçme, po themi në këtë rast, kur dilte shpesh në deklarata për mediat, shpesh dilte rrite informacioni para se sa vetë personat në hetim apo të pandehurit kishin informacion mbi çështjet e tyre, rrite informacioni i çështjeve penale. Dhe sot kësaj dite ne kemi informacione që dalin, që dalin, por çështja është si nuk ka një fillim procedimi penal nga vetë prokuroria për nxjerrjen e informacionit. Pra kur vetë prokuroria nuk fillon procedimin penale për nxjerrjen e informacionit, do të thotë që ose presumohet që është e përfshirë vetë në nxjerrjen e informacionit, se ndryshe nuk ka kuptim pse s'duhet fillon procedime penale për nxjerrjen e informacionit kur është verë penale. Pra nxjerrja e informacionit gjatë hetimit është verë penale. Unë mendoj që kjo është një taktike përdorur nga prokuroria për të krijuar një perceptim publik dhe për të paragjykuar personat në hetim, për të cënuar prezumimin e pafajësisë, për të krijuar një presion ndaj gjykatës para se sa të fillohet shqyrtohet me themeli çështja, dhe për të, le të themi, fituar lojën pa filluar fare loja. Dhe kjo është një problem që na ka shoqëruar, me thënë drejtën, për një shekull tërë, që drejtësia jo vetëm është bërë, por është tentuar që nëpërmjet spektaklit dhe nëpërmjet, le të themi, gjesteve, formave të bindej populli që po bëhet. Ndërkohë që në fakt ajo që e dallon drejtësinë e re apo drejtësinë pas 90-s, jo drejtësinë pas 2016-s, po drejtësinë e pas 90-s është procesi i rregull ligjor, pra shteti së drejtë dhe procesi i rregull ligjor. Nëse nuk ka proces të rregull ligjor, drejtësia është e njëjtë si para 90-s si pas 90-s, sepse edhe atëherë bëi drejtësi formalisht, edhe atëherë qoheshin turmat dhe kërkonin drejtësi dhe turmat kënaqeshin kur bëheshin dënime, edhe sot turmat kënaqen kur bëhen dënime apo kur ka spektakël mediatik për individ caktuar. Dallimi është procesi i rregull ligjor. Dhe procesi i rregull ligjor duhet të ndodhë në sytë e publikut. Dhe duhet ndodhë nëpërmjet standardeve më të larta që ka vendosur tashmë Strasburgu dhe gjitha gjykatat e dinë. Nuk është një gjë që nuk e dinë, por thjesht fakti që nuk i zbatojnë tregon që nuk është qëllimi ky. Qëllimi është për të krijuar një perceptim që kur drejtësia po bëhet. Meqense drejtësia po bëhet, atëherë le të hapim seancat gjyqësore dhe të bëhen gjitha seancat gjyqësore të bëhen online, në mënyrë që vetë qytetarët kuptojnë se çfarë po ndodh në atë proces gjyqësor. Kjo do ishte, le të themi, një veprim i cili jo vetëm do shmangte perceptimin negativ që është krijuar tashmë që gjykatat duan të paketojnë çështje dhe jo të bëjnë çështje, edhe t'i bëjnë në errësirë që e dëmton besimin e publikut, edhe kërkojnë besim nga publiku, por edhe përjashtojnë publikun nga proceset. Këto nuk mund të qëndrojnë me njëra tjetrën dhe besoj që këto po e dëmtojnë edhe procesin gjyqësor, po dëmtojnë edhe besimin e publikut në drejtësi. Dhe mendoj që fatkeqësisht nuk po shmangemi nga ajo që ti pyet edhe apo e parashtrove që lidhet me spektaklin dhe apo me drejtësinë mediatike, për cilën unë kam bërë dhe edhe për këtë kam bërë një artikull. Ne nuk do të shkojmë drejt drejtësisë mediatike, po do të shkojmë drejt drejtësisë drejt. Ushqehet me informacion të filtruar. Sigurisht ju e dini që në këto institucione qëndrojnë disa gazetarë, cilët janë ata që përçojnë informacionin për publikun. Pra është një informacion i filtruar, është një informacion i dhënë nga vetë institucionet, por informacioni real dhe informacioni live ndodh kur procesi është i hapur dhe me kamera. Dhe nëse institucionet e drejtësisë do e kishin vullnetin që vërtet të tregohet se çfarë ndodh në ato seanca, duhet ta bëjnë live pa asnjë interpretues në mes dhe pa asnjë filtrues në mes. Filtrimi është demagogji, filtrimi është pastaj censurë. Dhe kushtetuta thotë që proceset janë të hapura, janë publike dhe nuk ka asnjë autoritet që mund ta ndalojë këtë. Pra një gazetar mund të shkojë me kamerë dhe sot nuk ka asnjë autoritet që mund ta ndalojë gazetarin të shkojë me kamerë, përveç se kur
gjyqtari për një arsye shumë specifike të kërkuar nga palët mund të marrë një vendim posaçëm të përkohshëm, jo për gjithë seancën, por për përkohshëm. Pra nëse ka një dëshmitar që duhet mbrojtur, le të themi, nga transmetimi publik, ndërpritet sinjali, pra aq kohë sa është dëshmia dhe vijon procesi. Pra ndërkohë që kushtetuta thotë është i hapur, ndërkohë që kodi i procedurës thotë është i hapur dhe bëhet edhe madje seanca është e pavlefshme, nëse s'është publike, gjyqtarët e kufizojnë publiken me sallën e gjyqit. Ndërkohë që publike sot në 2026 në kohën e iPhone 17 nuk mund të jetë në sallën e gjyqit, sepse njerëzit janë gjithkohës në telefon dhe duhet të transmetohet gjithçka live. Kjo e rrit besimin e publikut të drejtësia dhe siç është një parim i konventor, drejtësia jo vetëm duhet bërë, po edhe duhet duket se po bëhet. Pra është një parim i rëndësishëm për të krijuar besim tek publiku. Së funditës drejtësia nëpërmjet besimit publikut mbahet dhe ka autoritet. Mendoj që ka qenë shumë shpejt për të sofistikuar ai sa është sofistikuar sot drejtësia dhe ndoshta edhe për shkak të një reaksioni publik ndaj figurave që gjykoheshin atëherë, është menduar që këto figura që dikur perceptoheshin si hyjnore ose të paprekshme në këtë sens, dilnin përpara gjykatave dhe vetë ky fakt do ishte i mjaftueshëm atëherë për të rrëzuar mitin e tyre. Por nga ana tjetër, fakti që në 94-ën apo 93-ën kur kanë ndodhur këto procese, seancat kanë qenë të hapura. Madje sepse i kam parë dhe unë ato, kanë qenë në krah të avokatit, pra të gjithë panderit atëhershëm, figurat e byros politike kanë qenë në krah të avokatit pa duar të lidhur edhe pa kafaz, qoftë hekur, qoftë çelçi. Dhe sot në 2026-ën ke ish presidentin e Republikës në kafaz çelçi, do thotë që sa dramatike është situata në interpretimin e standardeve kushtetuese dhe konventore, sepse standardet konventore dhe kushtetuese janë shumë qarta. Pra Panderu qëndron krah avokatit, qëndron i lirë gjatë mbrojtjes së tij, prezumohet i pafajshëm dhe këto janë standardet vendosura tashmë. Por në interpretim të këtyre dispozitave siç duket gjykata për ta mbajtur në errësirë vendimarrjen dhe ç'është më e rëndësishme verbitarinë e prokurorisë ka zgjedhur këtë formë, sepse nuk ka asnjë arsye tjetër pse vijon të mbahet të mbyllura në mënyrë antikushtetuese procese të cilat nga pikpamja kushtetuese duhet të jenë të hapura. Pra, kjo është për t'u theksuar që është shumë e rëndë që pavarësisht në 2026 jemi me standarde më të ulta se në kohën e fillimeve të drejtësisë le të themi pas 19-s në figura shumë më të atakuara publikisht dhe shumë në një moment madje kur po ndryshoi gjithë sistemi. Pra është ndryshuar gjithë sistemi dhe ata ishin përfaqësues i sistemit tjetër. Ndërkohë që këtu nuk është se po bëjmë një përmbysje sistemi, thjesht po gjykojmë në mënyrë individuale ca njerëz të cilët janë të akuzuar nga prokuroria dhe këto akuza duhen shihen nga gjithë. Në mënyrë ilegjare është përmbysur ky raporti që ligji përcakton që në fakt para se sa gjykohet i akuzuar duhet gjykohet puna e prokurorisë. Pra si prokuroria ka bërë hetimin, si prokuroria ka arritur ta vërë në bankën të akuzuarve dikë. Para se sa të fillojë gjykimi i akuzës. Pra si fillim duhet gjykohet prokuroria sepse me veprim paligjshme nuk mund dërgosh dikë për të gjykuar ai për veprimtarinë e tij të paligjshme. Pra duhet me veprime të ligjshme të çosh dikë përpara drejtësisë. Dhe kjo siç duket do të jetë frika sepse s'ka arsye tjetër që mbahet akoma në errësirë procese që janë më shumë interes publik dhe bëhet fjalë për ca persona të cilët janë të zgjedhur, të cilët kanë pas besueshmëri publike, të cilët kanë pas detyra të larta publike, siç është presidenti i Republikës, siç është kryetari i Bashkisë, akoma në detyrë, i zgjedhur nga qytetarët e Tiranës, të cilët janë në errësirë dhe nuk kanë mundësinë që të ndjekin gjyqin e kryetarit të tyre të Bashkisë për të kuptuar që vërtet ka abuzuar me fondet për të cilat është në gjykim apo s'ka abuzuar. Dhe kjo është absurde mendoj unë dhe në fakt po dëmton shumë rënd besimin e publikut në drejtësi.
Sigurisht që formalisht ligji parashikon ca mënyra se si rikuperohen të drejtat apo dëmet e shkaktuara, por në mënyrë reale, në fakt dëmet e rënda që shkaktohen sidomos këtyre individëve të cilët e kanë një marrëdhënie të posaçme me opinionin publik dhe kanë një marrëdhënie të posaçme me qytetarët, sepse janë politikanë dhe e gjithë qenia e tyre është e bazuar në besueshmërinë që ka publiku tek ta. Rikuperimi është shumë i vështirë. Pra, rikuperimi në kohë është shumë i vështirë sepse gjaja është bërë një vrag e rëndë në imazhin që ata kanë në opinionin publik. Pra, një politikan mbahet mbi besimin që publiku ka tek ai. Dhe kjo është, por mos me thonë e pa rikuperueshme, është shumë vështirë rikuperueshme. Përveç dëme pastaj individuale, sepse patjetër që secili prej tyre ka një familje nga pas, secili prej tyre është një individ i cili ka një jetë shoqërore, sociale, ekonomike, të cilat të gjitha dëmtohen rënd dhe janë të vështirë të rikuperueshme mbas këtyre proceseve të cilat kanë bërë dëme paraprakisht. Pra janë dëme që bëhen paraprakisht pa filluar proceset. Prandaj në vende perëndimore janë shumë të kujdesshëm kur vendosin masa sigurimit të rrepta, janë shumë kujdesshëm kur vendosin masa ekonomike, sekuestrime dhe konfiskimi janë shumë të kujdesshëm, sepse të gjitha këto janë dëme paraprake, të cilat përveç se kanë si qëllim mbrojtjen e hetimin, por mundet potencialisht të kthehen në një pafajësi të mundshme nesër, mund të kthehen dëme për shtetin shqiptar. Dhe pra, përveç dëme që shkaktojnë individët, edhe vetë shteti, pra taksa paguesit kanë dëme sepse janë ata që do paguajnë përsëri për çdo ditë që kanë qëndruar në burg në mënyrë të padrejtë dhe për çdo ditë që i është bërë dëm individual secili prej këtyre subjekteve. Çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë, por këtyre subjekteve në mënyrë të posaçme. Por duhet shtoj edhe këtë që i bëhet dëm dhe vetë politikës. Pra, nëse ti ke shumë politikanë të cilët qohen para gjyqit me akuza të rënda, nxitohet, bëhen gjyqe publike dhe në fund mund dalin pafajshëm, sigurisht në fund ditës është një dëm që i shkaktohet vetë politikës dhe vetë institucioneve, të cilat ishin pa afta ose pa zonja për të ndërhyrë në momentin e duhur që këto dëme mos të agravoheshin në këtë pikë. Unë mendoj që pavarësia se kur flasim për pavarësinë gjyqësore, kemi parasysh që gjyqësori do të jetë i pavarur nga pushteti ekzekutiv dhe nga pushteti legjislativ, po sidomos nga pushteti ekzekutiv si pushteti më i fortë teorikisht. Por sot që flasim, unë mendoj që e ka fituar këtë pavarësi. Pra, sot që flasim, unë mendoj që drejtësia të paktën flas për pjesën e drejtësisë posaçme, pra gjykatë posaçme, prokurori posaçme, e ka fituar këtë pavarësi. Por pyetja nuk është kjo, mendoj unë. Pyetja është, a është e pavarur vetëm nga ekzekutivi, nga legislativi, apo ka shkuar drejt pavarësisë nga ligji? Dhe këtë nuk mund ta lejoj, dhe nuk mund të lejohet. Pra, kushtetuta nuk lejon pavarësinë nga ligji. Kushtetuta në 1/4 i saj thotë që baza mbi të cilën vepron shteti dhe kufit brenda të cilit vepron shteti është ligji. Dhe ata patjetër që duhet të jenë pavarur, dhe ky ka qenë qëllimi i reformës. Unë mendoj që është i përmbushur ky qëllim i reformës, por gjithmonë duke qenë brenda kuadrit ligjor, brenda kornizave që ligji ka përshkruar, kushtetuta ka përshkruar. Unë kam frikë se pavarësia nga ekzekutivi dhe nga legislativi është marrë si një fuqi e cila nuk ka kufi. Kohë që edhe ajo dhe pushteti gjyqësor duhet të ketë kufit e tij, i cili, siç e thash në fillim të kësaj interviste, duhet ruajtur kufit, cili duhet ruajtur nga kontrolli i brendshëm së fillim, por pastaj edhe nga pushtetet e tjera, pra check and balance, parimi check and balance, duhet të funksionojë në këtë pikë. Në këtë moment që flasim, ky parim nuk po funksionon. Unë mendoj që ka dy momente. Pra, fundi i pandëshkueshmërisë ose pandëshkueshmëria është pjesa e parë lidhet me aftësinë e institucioneve për të marrë me këdo. A e kanë pavarësinë, a e kanë integritetin, a e kanë mundësinë profesionale, a kanë vullnetin për të marrë me çdo lloj individi, zyrtari apo pushtetari. Dhe e dyta lidhet me aftësinë që kanë këto institucione për ta çuar deri në fund në mënyrë ligjore dhe kushtetuese secilin për procese. Unë mendoj që pjesa e parë është arritur. Pra,
sot që flasim, them që institucionet e drejtësisë nuk është se kanë drojë për t'u marrë me çdo personazh, pavarësisht çfarë ai përfaqëson, pra politikan, biznesmen, qytetar me ndikim, qytetar publik e të tjerë, ta merren me kudo, sigurisht që bazuar patjetër në prova dhe në hetim posaçëm. Por unë mendoj që kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është se kjo është pjesa që krijon këtë perceptimin që po, prokuroria po ose gjykata po zhdukin pandyshueshmërinë. Por nuk mjafton, sepse nëse diku ndodh që merret pa fajsi, do të thotë që gjithë procesi ka qenë i paligjshëm ose ka qenë jo i ligjshëm, do të thotë që ti po krijon tashmë perceptimin e qartë që ti e ke përdorur për statistika gjithë vrimtarinë tënde, por jo si qëllim afatgjat që nëse hetohet një person shkohet drejt vërtetës dhe e vërteta çohet deri në fund dhe me një vendim jo thjesht formal, por një vendim thelbësor në merit të tij fajësie. Dhe kjo, vendim pas vendimi, sigurisht që do bëhet mundur që të zhduket kultura e pandyshueshmërisë në të dy komponentët e saj që unë përmenda. Komponenti i parë përsëris besoj që është plotësuar, mbetet për të parë i dyti që më rezulton që ka defekte serioze. Sigurisht nuk kemi kulturë të konsoliduar historike demokratike mbi drejtësinë dhe shtetin e drejtës. Ne si gjithë historia jonë është e mbushur me episode që në fakt tregojnë të kundërt e kësaj, po tregojnë një drejtësi hakmarrëse. Jo një drejtësi drejtë, pra jo një drejtësi bazuar mbi procese të rregulla ligjore që garantojnë standarde mbrojtëse kushtetuese për çdo që është bankë të akuzuar, për çdo që shteti i ka vënë në akuzë. Pra raporti i individit me shtetin këne është defektoz, historikisht defektoz, sepse ne kemi historia jonë është histori që ka pasur vetëm lider dhe udhëheqje centralizuar dhe përjedhoj ne nuk e kemi këtë kulturë në fakt e para të mbrojtjes së raportit ton me shtetin, pra të lirive tona. Ja shiko shembullin e fundit, pra media bën kërkesa akoma, i çon kërkesa gjykatave, a mund të filmojmë? Sepse nuk e kuptojnë që në fakt nuk ka nevojë pasi kërkesë, sepse është e drejtë kushtetuese dhe kushtetuta zbatohet drejt për drejt. Dhe nuk mund ta ndalojë askush të drejtën tënde kushtetuese. Pra edhe vetë media që presupozohet që ka një nivel të caktuar intelektual, informacion më të thelluar se një qytetar i zakonshëm, përsëri bëjnë këtë gabim, sepse nuk ekziston kjo kulturë. Kjo kulturë reflektohet jo vetëm te qytetarët, reflektohet edhe tek prokurori, reflektohet edhe tek gjyqtari, reflektohet edhe tek parlamentari, sepse nuk ka një thirrje ulërisë së brendshme që si mund të cënohen liritë dhe drejtë themelore njëri që janë themeli i shtetit aktual ku ne jemi. Pra nuk është diktatura e proletariatit, siç ishte dikur kolona e funksionimit të shtetit, sot kolon funksionimi është liritë dhe drejtë themelore njëri. Pra raporti i pacënueshëm ose kufiri ku shteti mund ose nuk mund të hyjë tek drejtat individuale, këtë individi. Individi është i lirë, bën gjithçka përveç se çfarë shprehimisht ligji ja ndalon. Ndërkohë që shteti ka këtë kundër, shteti nuk bën dot asgjë tjetër përveç se ligji ja thot ta bëj, sepse është me prokuror, është i autorizuar nga qytetarët ai. Nuk është sovrani. Sovrani është populli i cili ka deleguar shtetit apo zyrtarëve që përfaqësojnë shtetin një grup caktuar kompetencësh. Tek ne akoma perceptohet, ja shembulli, pra gazetarët shkojnë bëjnë kërkesë për një të drejtë që s'ka nevojë t'ia kërkojnë askujt, sepse ai është drejt për drejt kushtetuta. Dhe bëhet pengesë një polic atje tek gjykata, i thotë ndal këtu, mbaje kamerën aty, policia arrin t'i ndalojë një të drejtë kushtetuese drejt për drejt. Pra nuk është në këtë rast as gjykata në fakt që ndalon, por është thjesht polici. Nuk është integritet në raport me politikën, pra paaftësia e gjyqtarëve që kanë për të mos u nënshtruar politikës. Tashmë mua më duket sigur janë paaftësia e gjyqtarëve për të mos u nënshtruar presionit publik për statistika, presion publik për rezultate. Dhe janë bërë pjesë e një grupi
profesionistësh magjistratës, cilët së bashku në mënyrë korporative, po tentojnë që të prodhojnë ca statistika në mënyrë që nga një anë kryejnë perceptimin që po ka rezultate, nga ana tjetër Bashkimit Evropian japin ca informacione që po ja po prodhojnë ca rezultate, dhe vetë sistemi i drejtësisë thotë ja ne po prodhojmë ca rezultate. Ndërkohë që ky është një mashtrim i madh nëse është kështu, sepse ne nuk kemi nevojë për statistikë, ne kemi nevojë për drejtësi. Pra për të vërtetën, për të shkuar të vërtetës deri në fund. Edhe këtu kemi një problem shumë të madh. Shkolla juridike jona gjithmonë ka pas problematika të rënda. Deri në 47-ën zogu arsimonte jurist nivelit lartë në perëndim, mbas 47-s edhe vetë shkolla jonë juridike në një shkollë infektuar rënd nga teoritë apo filozofia e së drejtës lindore, jo e filozofia e së drejtës perëndimore. Dhe do të thotë kjo që edhe në shkollat ku formohen magjistratët, përfshirë të shkolla magjistraturës, kanë defekte serioze në mënyrën se si i trajtojnë institutet caktuara që sot në vendet perëndimore janë institute bazike. Nëse për shembull po të marr një rast, nëse një gjyqtar thotë që barra e provës për të provuar se ti duhet qëndrosh apo jo në burg i përket të paraburgosit, do thotë që ti akoma je në 74. Pra, një gjyqtar sot në këtë sistem akuzator dhe jo inkvizitor, nuk mund ta thojë këtë. Dhe këto që po të themi i kanë vendim gjyqësor. Nuk është më barra e provës të paraburgosit, por është barra e provës prokurorisë për të provuar se pse duhet vijoj qendror. Fakt ky që është thënë stërthën me qindra vendime gjykatës së Strasburgut dhe nuk ka nevojë fare për vendim unifikues. Gjyqtari i shkallës parë, i dytë apo i shkallës tretë duhet të shohë vendimin e gjykatës së Strasburgut, ka detyrim të zbatojë drejt për drejt, dhe duhet të kishte ndodhur. Pse nuk ndodh? Sepse fatkeqësisht o nuk e kuptojnë, pra nuk e kanë aftësinë profesionale për ta bërë, o janë në presion të madh publik, por edhe institucional për prodhim rezultatesh, o patjetër sigurisht pastaj ajo që tham, edhe mungesa kulturës e përsëritur në fakt nga ekspertët e Këshillit të Evropës. Ekspertët e Këshillit të Evropës kur erdhën para 2-3 muajsh, një ndër gjërat që kanë thënë është kultura e mangët juridike e gjyqtarëve. Me gjithë respektin e thellë që kam për profesor Ismet Elezin, pra që është një ndër viganët e së drejtës penale në Shqipëri, por vetë fakti që studentët vazhdojnë të informohen apo të jetë si bazë e tyre e formimit, vetëm puna e profesor Elezit tregon që ne nuk kemi dinamik në zhvillimin akademik në këtë pikë. Pra, patjetër Ismet Elezi ka dhënë kontributin e tij të pazëvendësueshëm në kohë dhe në volum, por ne duhet të kemi tashmë akademik të tjerë mundësisht formuar në perëndim. Pra, është shumë e rëndësishme kjo, sepse perëndimi ka që me Magna Cartën që ka filluar të ndryshojë setupin e të menduarit mbi shtetin e së drejtës dhe mbi drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Është bërë një revolucion i tërë në Francë, është bërë deklarata pavarësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që po feston 250 vjetorin. Pra ka 250 vjet që ata kanë etapin e tyre juridik, por edhe filozofik, në mënyrën se si sillet shteti në raport me qytetarët e tij. Ne nuk e kemi këtë, fatkeqësisht sot një magjistrat e shef si fajtor kur ai është në bankë një qytetar është në bankë të akuzuar paraprakisht. Shtoj edhe kësaj elementin e spektaklit paraprak mediatik. Shtoj kësaj faktin që ti e mban në një kafaz Çelçi, shtoj kësaj edhe faktin që ti e mban një paraburgim në mënyrë të parasyshme i kohë gjatë, kur s'ka asnjë arsye më as përbën asnjë rrezik për hetim. Gjitha këto janë element që paraprakisht krijojnë perceptimin qoftë gjyqtarë, që ky publiku që ky zotëria që është banka akuzuar është fajtor. Pra, ne nuk arrim dot të dalim nga kjo çerthull apo nga një rreth vicioz, cili për ato 3 arsye që i përmend dhe unë përpoqja me të sqaroj, jemi në këtë situatë ku jemi.